Unë jam shumë i lumtur sot, në fakt, që të përmend edhe disa histori suksesi për treguar që kjo është një paketë e cila realisht mund të marrë atë drejtim që ne të gjithë duam. Ne tashmë kemi 5 bashki, të cilat edhe duke ndjekur rregullat e reja të udhëzimit të ri, që ju të gjithë jeni në dieni, tashmë kanë avancuar për sa i përket përcaktimit të zonave prioritare, duke filluar me bashkinë Tropoj, Elbasan, Belç, Përmet dhe Skrapar. Janë 5 bashki të cilat patjetër kanë marrë dhe asistencën e agjencisë veçqeverisjes vendore, dhe patjetër ky grup pune do të jetë në dispozicion të gjithë kryetarëve, siç ja u kemi bërë ndjeni, që ne të ecim me hapa të shpejt për përcaktimin e zonave prioritare. Dhe vetë udhëzimi tashmë është shumë i qartë për sa i përket lehtësirave që bashkitë kanë për të përcaktuar këto zona, të cilat patjetër duhet të jenë të fokusuara nga të çfarë janë prioritetet në territor dhe duke referuar dhe atyre po i quajmë kërkesave ose shprehjes së interesit që investitor potencial, njerëz të cilët janë të lidhur me tokën, por dhe njerëz të cilët nuk ndodhen fizikisht në territor, por që patjetër kanë një lidhje direkte me zonat përkatëse, të kenë mundësi për të zhvilluar projektet e tyre. Tani në këtë rast e suksesi unë do doja të përmendja që vetëm në këto 5 bashki ne kemi evidentuar, në fakt numri i kërkesave është mbi 500 ose numri i shprehjes së interesit është më shumë se 500, por janë 33 projekte të cilat janë tashmë evidentuar që kanë një potencial shumë të lartë që realisht të ecin me hapa shumë të shpejt. Vlera e këtyre projekteve shkon, dhe unë po tregojmë konservator në këtë shifër, është së paku fillon nga 10 milion euro totali investimeve, bëhet fjalë për qindra vende pune, bëhet fjalë për zhvillimin e zonave të cilat realisht këto sipërmarrje të reja mund të krijojnë një zinxhir të tërë ekonomik në këto zona të thella, të cilat janë përcaktuar patjetër nga bashkitë dhe